Mirëmëngjes të gjithëve. Sot kam kënaqësinë të ndaj me ju disa komente mbi një zhvillim me rëndësi të veçantë për Shqipërinë në arenën ndërkombëtare, e për mënyrën se si dinamika krejt e re e politikës sonë të jashtme në dekadën e fundit po sjell në vazhdimsi rezultate të paimagjinueshme deri jo shumë vite më parë. Presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, përmes një letre për kryeministrin Edi Rama, ka ftuar Republikën e Shqipërisë për t'u bashkuar një organizmi të ri ndërkombëtar të quajtur Bordi i Paqes, në cilësinë e vendit antar themelues. Në krye e mbi të gjitha, duhet pranuar se kjo ftesë është një vlerësim i lartë për rolin e ri që Shqipëria ka marrë ndër vite në çështjet e paqes, sigurisë dhe stabilitetit në rajonin ton, po sigurisht edhe në gjirin e organizatave ndërkombëtare. Nuk ka dyshim se ftesa e presidentit Amerikës është edhe një vlerësim i drejt për lidershipin e kryeministrit Rama, i cili është ftuar personalisht si antar i Bordit Paqes. Fatkeqësisht, edhe për një ngjarje me një peshë të tillë krejt të veçantë për Shqipërinë e vogël, ky lajm i mirë për emrin e Shqipërisë e të shqiptarit në botë është pasuar nga një lumë marrëzish të derdhura në Mexhlisin e Informimit Publik. Ndërkohë që Shqipëria ftohet si bashkëndërtuese e një mekanizmi të ri ndërkombëtar, i cili synon ndërtimin e paqes së qëndrueshme dhe funksionale në botë, duke nisur me një nga sfidat më të ndërlikuara dhe më të ndjeshme të sigurisë globale, siç është e ardhmja e rripit gazës, opinioni publik shqiptar sulmohet nga brenda me gjithfar fantazish të kundërshtarëve të kësaj qeverie. Pikërisht në një moment me simbolike peshë të veçantë, ku Shqipëria thirret si bashkëthemeluese e një qendre diskutimesh e vendimarrjesh me impakt global, jo në Honolulu, po në Shtëpinë e Bardhë, periferia e skenës sonë politike përndizet a thua se Shqipëria u përjashtua me turp dhe jo u ftua me nder të posaçëm. Tesa ky zhvillim dërgon gjithashtu mesazhin e Amerikës së Re se në politikën ndërkombëtare të sotme madhësia gjeografike apo demografia e një vendi nuk është faktor përcaktues, po vlen mbi të gjitha autenticiteti, koherenca dhe aftësia për t'i kontribuar paqes, stabilitetit dhe sigurisë, çka Shqipërisë ja njohin e çmojnë të gjithë prej vite tani më. Në Tiranë plas marazi e marrin dhen lloj-lloj tregimesh me miliarda dollar që do paguë kemi për bordin, me palestinezë që do i sill kemi në Shqipëri në këmbim të prezencës sonë në bord. Tamam kur kjo ftesë e drejt për drejt e presidentit Trump për kryeministrin e Shqipërisë për t'u bashkuar Bordit Paqes si bashkëthemelues, konfirmon forcën dhe besimin e ndërsjellët në partneritetin strategjik mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në Tiranë pasqyrat mediatike mbushen me shëmbulltyrat e dëshpërimit, a thua se në Bordin e Paqes do t'ulet partia e një pjesë të shqiptarëve dhe jo Shqipëria e të gjithë shqiptarëve, kudo janë, në çdo truall ku jetojnë ata që flamur mbi të gjithë flamujt kanë atë të Skënderbeut e të Ismail Qemalit. E ndërkohë që ky partneritet, bosht kryesor i politikës së jashtme shqiptare dhe garanci e pozicionit ton euroatlantik, fiton një kuotë të re historike, edhe një herë akoma Shqipëria vlerësohet si një aleate e çmuar nga aleati i saj i madh, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në pazarin e Tiranës politike numërohen të ftuarit. 10 jo 10 po sa, 210 jo 210 po sa, 60 jo 60 po sa, 10, 120 etj. Ne nuk e dim ende se sa udhëheqës janë ftuar nga presidenti Trump në kohë e kapacitetet të ndryshme apo do të ftohen për t'u bashkuar nismës së tij globale, por dim me siguri që as në Argjentinë, as në Turqi, ku udhëheqësit e atyre vendeve ku më të mëdha se sa vendi ynë e kanë njoftuar publikun për ftesën, nuk ka pasur kurfar debati mbi madhësinë e numrit të antarëve të Bordit Paqes. Përkundrazi, përfshirja e vendit ndër të ftuarit është konsideruar diçka pozitive, e mirëpritur dhe pranuar me falënderim. E nëse për ato vende dhe të tjera në përmasat e në peshën e tyre të madhe gjeopolitike, kjo është diçka pozitive, për Shqipërinë
e vogël, kjo është diçka e jashtëzakonshme, me një përmas e peshë historike. Bordi i Paqes përfaqëson një qasje të re, të ndryshme nga modele tradicionale të trajtimit konflikteve dhe mekanizmat ekzistues të menaxhimit të krizave. Ai lind në një kohë ndryshimesh të mëdha për botën dhe ofrohet si një prirje e re që sfidon inercinë në terrenet e konflikteve të shtresëzuara me dekada të tëra, duke synuar ndërtimin e një paqe që funksionon dhe i reziston kohës. Ne shohim këtë nismë si një përpjekje të fortë dhe fisnike për të shkuar përtej deklaratave politike apo angazhimeve formale në kërkimin e zgjidhjes së qëndrueshme të konflikteve. Përvoja jonë si vend që ka dalë nga një errësirë e thellë, ka lënë pas raporte të vështira dhe ka investuar në paqe, në bashkëjetesë, në bashkëpunim rajonal pa kufi, por më lejoni të shtoj, edhe modeli ynë i jashtëzakonshëm i bashkëjetesës fetare janë një vlerë e shtuar që Shqipëria do ta çojë në tryezën e lartë të Bordit të Paqes me statusin e antarit themelues, i cili jep Shqipërisë një mundësi historike në formësimin e vizionit, parimeve dhe zgjidhjeve të Bordit të Paqes në të mirë të njerëzimit. Sipas statutit, antarët themelues kanë zë të barabartë dhe peshë reale në drejtimin strategjik të këtij organizmi, prandaj kjo ftesë nuk është vetëm një nder i madh, por është një përgjegjësi e lartë shtetërore, madje mbi të gjitha një përgjegjësi e lartë shtetërore. Më vjen vërtet keq për nevojën për të komentuar edhe politikisht, nuk do doja, kur në fakt ky i Bordit të Paqes ishte fare rasti për t'i mbushur kanalet dhe portalet me opozitarizëm shiu e bore, por ishte në rastin më opozitar momenti për të heshtur. Por besoj se kjo ftesë është e mjaftueshme për të zhbërë të gjitha fabrikimet që kanë qarkulluar kohët e fundit lidhur me qasjen e administratës së presidentit Trump ndaj qeverisë tonë apo vetë kryeministrit, cilat kulmuan me agresionin dezinformues ndaj vendimit të brendshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të rishikuar politikën e vizave të qëndrimit e lejeve të punës në Amerikë për gati gjysmën e vendeve me të cilat SBA-t kanë marrëdhënie diplomatike. Të gjithë ata që pas një përgjegjshmëri publike u turën ta helmojnë publikun me parullën Shtetet e Bashkuara vendosën Shqipërinë në listën e zezë, duke komentuar me ngazëllim gënjeshtrën se vendimi në fjalë na lidhej me ndëshkimin e narkoshtetit të tyre imagjinar, e kanë marrë përgjigjen as më shumë dhe as më pak, po direkt nga presidenti Trump, i cili ka nënshkruar në letrën e tij se Shqipëria është një partner i mrekullueshëm dhe Edi Rama është një udhëheqës i respektuar botërisht. Jam e hapur për pyetje. Po me radhë, ta fillojmë nga rreshti i parë. Po. Eksela Sheu, Euronews Albania, zonja Spiropali, pas ftesës që keni marrë dhe ju lexuat një pjesë të saj të presidentit Donald Trump, a synon Shqipëria të jetë antare e përhershme në Bordin e Paqes? Faleminderit. Duhet të sqaroj që në fillim se Bordi i Paqes nuk është vetëm për Gazën, edhe pse zgjidhja e situatës në rripën e Gazës sigurisht ka një urgjencë më të madhe dhe buron edhe nga plani i paqes i presidentit Trump me 20 pika, ku tani në fazën e dytë për planin gjithëpërfshirës, pas kalimit të rezolutës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuar, rezoluta 2803 e 2025-s, i hapet rrugë krijimit të Bordit Paqes. Dhe dua këtu dhe gjej rastin edhe për shkak të pyetjes tuaj të kthej disa përgjigje të shkurtra në lidhje me detyrimet, por dhe me angazhimet në vijim. Jo, nuk ka detyrime financiare, është një ftesë nga presidenti Trump, pra e drejt për drejt. Nuk ka angazhim tjetër përveç se angazhimit të shpallur botërisht dhe që ne sot e deklarojmë për marrjen pjesë në këtë bord, dhe sigurisht që Shqipëria me statusin e antarit themelues të Bordit Paqes do shohë në vijim angazhime të cilat burojnë edhe nga statuti. Por është një organizëm sui generis, por që as pak dhe për asnjë arsye nuk i kundërvihet Kombeve të Bashkuara, përkundrazi rrjedh nga një rezolut e Kombeve të Bashkuara mbi krijimin e Bordit Paqes, por edhe mbi implementimin e planit Trump për paqen në Gaza.
Po. Zila Mesliha nga Report Televizion. Në letrën e presidentit Trump, bashkangjitur, siç përmendët edhe ju, ishte statuti, por edhe plani i gjithë përfshirës. Kryeministri Rama kur njoftoi për ftesën, qartazi njoftoi edhe pranimin e ftesës Donald Trump. Po cilat janë hapat që do të ndiqen tani më, do duhet ratifikohet në parlament, a e ka pranuar zyrtarisht Shqipëria ftesën, dhe nga ana tjetër ka po ashtu analiza të shumta, jo vetëm Shqipëri, por edhe ndërkombëtare që e cilësojnë këtë lëvizje të Shteteve të Bashkuara si një anashkalim të kombeve të bashkuara të OKB-s. Pra si shihni ju këto analiza apo këtë fakt? Ftesa është e qartë dhe sigurisht nuk është asnjë lëvizje promocionale, nuk është asnjë reklam për cilin presidenti Trump nuk ka nevojë, po është një plan shumë i qartë, i detajuar dhe vizionar mbi krijimin e një bordi i cili në asnjë moment nuk i mbivendoset kombeve të bashkuara, të paktën nga sa ne po shohim qartësisë nga statuti dhe nga udhëzimi për mënyrën e operimit, por është një mekanizëm shtesë bashkëpunimi që buron edhe nga rezoluta e kombeve të bashkuara, që afron si shtete me një rëndësi të posaçme, dhe këtë nuk e them për nga matësia, por për nga koherenca, qëndrueshmëria dhe luajaliteti në aleance përtej, por edhe me element, me individ, me njerëz të shquar, të cilët mund të kontribojnë në këtë përpjekje shumë fisnike. Sa i takon më pas respektimit të statutit të udhëzimeve, ato janë aty për gjithë për të parë. Sigurisht që Shqipëria e pranon këtë ftesë dhe ne do jemi të gatshëm që përmes respektimit të atij statuti, që është shumë i qartë si për firmën që duhet japin përfaqësuesit më të lartë shteteve, ndaj është ftuar edhe kryeministri i Shqipërisë nominalisht, ashtu dhe për procese të tjera, ne jemi të gatshëm që në bashkëpunim me vendet që do jenë në këtë bord, por edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me partnerin ton strategjik, të koordinohemi në çdo hap. Ambrozia Meta nga Syri Televizion. Si shpjegon Ministria e Jashtme deklaratat disa mujore të administratës Trump dhe të ambasadës amerikane në Tiranë, e cila përgjatë gjithë muajve të fundit ka si refren për Shqipërinë, pra në diskursin e vet për Shqipërinë, dominohen nga kërkesa për të luftuar krimin e organizuar, kartelet e drogës dhe pastrimin e parave. Një gjuhë që zakonisht përdoret për vende problematike dhe jo për një shtet antar të NATO-s, pyetje parë, dhe pyetja e dytë është, a keni dieni nëse do të ketë një vizitë në Shqipëri të vajzës së presidentit amerikan Ivanka Trump dhe avion qeveria shqiptare me planin për t'i falur dhëndrit të presidentit ishullin e Sazanit? Faleminderit. Për pyetjen e parë, ju besoj i referoheni prioritetit të shpallur të sekretarit të shtetit Marco Rubio dhe departamentit të shtetit për luftën kundër karteleve, siç i quajnë ata, por dhe prioritetin e tyre për luftën ndaj krimit të organizuar, kudo që ai shfaqet dhe kudo që ai cënon sigurinë amerikane, dhe në asnjë moment sekretari Rubio apo të tjerë nuk i janë referuar Shqipërisë, e cila sigurisht nuk përjashtohet nga fenomene të tilla, po për cilin nuk mbajnë përgjegjësi as shqiptarët si etni, nuk mbajnë përgjegjësi as autoritetet në vende të tjera ku ato shfaqen, qofshin në Amerikën Latine apo në Europë e përtej, ashtu si të gjitha shtetet e tjera kanë sfidat e tyre kur vjen puna te lufta kundër krimit të organizuar, trafikimit të drogës, luftës kundër korrupsionit e të tjera prioritete. Ajo që është e qartë dhe është besoj si drita e diellit për gjithë është që Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një partneritet të fortë historik dhe strategjik, i cili jo vetëm nuk është lëkundur, po siç ju po e shihni edhe nga kjo ftesë, por edhe nga takime të tjera dhe prioritete të tjera, do më lejosh të mbaroj se je në konferencë, po do ta sqaroj edhe atë.
Sigurisht që ky partneritet është i palëkundur dhe prioritetet e Shtetet Bashkuara të Amerikës, sa i takon pjesës që ne duhet bëjmë, janë dhe prioritetet tona. Dhe jo më kot Shqipëria në raportet e Bashkimit Evropian, si të Komisionit, ashtu edhe të vendeve anëtare, rezulton një vend që luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar, trafikimit, po edhe pavarësinë e gjyqësorit e të tjera prioritete që kanë lidhje me këtë luftë e ka sot në nivelin më të lartë, paktën për rajonin e Ballkanit Perëndimor, dhe për këtë arsye Shqipëria është sot vendi kandidat pararojës bashku me Malin e Zi për antarësimin në Bashkimin Evropian. Të tjerat janë spekulime politike me të cilat mund të rohet përkohësisht, po nuk mund të krijohet një alternativë e besueshme dhe e qëndrueshme. Ka pyetje tjetër? Ivanka Trump, ju lutem, keni gjeni për vizitë të saj në Shqipëri, apo avion plani i qeverisë shqiptare për t'i falur Ivanka Trump, jo vetëm familja e presidentit Trump, po të gjithë zyrtarët amerikanë janë të mirëpritur në Republikën e Shqipërisë dhe ne nuk kemi asnjë detyrim të japim informacione mbi vizitat e tyre, qoftë private, qoftë të tjera. Nuk ka asnjë plan as për falje tokash, nuk ka plan as për dhënje të territoreve shqiptare, por ka një partneritet të qartë. T'jeni të sigurt që asnjë nuk kërkon, as Shtetet Bashkuara të Amerikës, as presidenti Trump, as familja e tij, që Shqipëria të falë toka, siç i quani ju, apo të angazhohet në aktivitet të tillë në Republikën e Shqipërisë. Ka projekte serioze që janë pjesë e projekteve tona zhvillimore dhe ne jemi krenar për to, siç jemi krenar edhe për programe e projekte të tjera të cilat pa diskutim do i bëjmë realitet në Shqipëri. Po. La Luku nga Vision Plus. Zonja Ministre, duke ju rikthyer edhe një herë ftesës për bordin e paqes, a do të ketë Ministria për Europën dhe punët e jashtme një rol specifik në këtë proces? Pa diskutim që Ministria për Europën dhe punët e jashtme do jetë e angazhuar me gjithë kapacitetet e saj për këtë bashkëpunim i cili kërkon një nivel shumë të lartë si përfaqësimi, ashtu edhe ekspertize, ashtu edhe kontributi, po besoj se kontributet tona të mëparshme si antarjo i përhershëm i Këshillit të Sigurimit, në organizata të tjera ndërkombëtare, në NATO e kudo tjetër, e kanë bërë Shqipërinë një partner të besueshëm, punching above its weight, siç thon shpesh në këto forume, pra që del përtej masës së vet dhe asaj që është pritur nga Shqipëria deri para pak vitesh dhe është sot një kontributor serioz sa i takon edhe paqes, edhe sigurisë, po edhe proceseve të tjera në nivel të multilateralizmit, të organizatave ndërkombëtare, edhe në nivele bilaterale. Disa ditë më parë, Ministria e Jashtme, por edhe shërbimi diplomatik në tërësi u kritikua ashpër nga kryeministri Rama, duke e cilësuar si një dështim të plot. Pse pas 13 vitesh që qeverisin socialistët, ky shërbim konsiderohet në këtë pikë dhe nëse mendoni se është realisht në këtë fazë kritike, çfarë do të bëni për ta ndryshuar? Po punohet ndërkohë me ligjin e ri të shërbimit jashtëm? Pyetje shumë e mirë, sepse në dukje ka një kontradikt mes nivelit të përfaqësimit, respektit që Shqipëria ka krijuar në nivelin ndërkombëtar dhe asaj që u tha mbi nevojën për një strukturim, për një reformim të shërbimit jashtëm, të trumbës diplomatike, të Ministrisë për Europën dhe punët e jashtme, me cilin konstatim unë jam plotësisht dakord. Në këto 100 ditë që unë drejtoj Ministrinë për Europën dhe punët e jashtme, kam parë këtu njerëz me një ekspertizë të jashtëzakonshme, me kontribut shumë të madh në trupën diplomatike, në shërbimin e jashtëm, në shërbim të këtij vendi, ashtu siç pa diskutim kemi bërë edhe një analizë të nevojave për reformim, duke nisur nga ligji për shërbimin e jashtëm, i cili kalon në Kuvendin e Shqipërisë në 28 janar, që do t'i japi më shumë
hapësirë meritokracisë, më shumë hapësirë promovimit të talenteve të reja, hapjes së Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme dhe trupës diplomatike për të rinj apo kontributorë tjerë që kanë punuar në organizata ndërkombëtare dhe duan t'japin një shërbim për Shqipërinë. Kam vënë re pa diskutim që Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme duhet të ngrihet në një nivel të ri përgjegjësie publike, jo vetëm sa i takon reformës dhe ligjit. Ne kaluam ligjin për diasporën, tani ligjin për shërbimin e jashtëm, por edhe të përfaqësimit, edhe të diplomacisë publike. Ky rol i ri i Shqipërisë kërkon pa diskutim që të ndiqet edhe nga një administrat, edhe nga një trup diplomatike, e cila mirë rregullohet, e cila ka edhe vetëm kontributet dhe kalon përmes një procesi meritokratik, por në gjykimin tim edhe shpërblehet më mirë edhe i shërben vendit në kapacitetet të reja. Pra ka shumë hapësirë për këtë përmirësim dhe për ta thënë shkurt dhe shqip, duke qenë një strukturë e cila ka trashëguar edhe një histori, por edhe një strukturë që gjatë një tranzicioni të gjatë ka pasur uljet dhe ngritjet e veta, pse jo dhe duhet ta pranojmë, edhe emërime apo promovime apo mungesë gradimi apo mungesë vlerësimi për diplomatët në merit, ka krijuar një ngërç. Nuk e them për këtu për konvencion, por sigurisht që Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme ndër vite, ndër këto 13 vite qeverisje, ka kontributin e vet të padiskutuar edhe për rolin e Shqipërisë në botë, por besoj që ka ardhur koha në këtë rol të ri, në këtë pozicion të ri, në diskutimet dhe në negociatat kaq intensive me Bashkimin Evropian për antarësimin e Shqipërisë brenda kësaj dekade, pra brenda 2029-s dhe mbylljen e negociatave brenda e 2027-s, ne jemi duke parë një reformim tërësor, jo vetëm të ligjit, por dhe trupës diplomatike, edhe të diplomacisë ekonomike, edhe të diplomacisë publike dhe kulturore, dhe për më shumë prezencë të Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme në diskutimet hapura dhe publike për procesin e integrimit, për ta zbërthyer këtë prioritet kombëtar më shumë për grupet e interesit, për të rinjt, për studentët, për fermerët, për grupet e interesit dhe për ata që do përfitojnë nga ky proces, duke ndarë shumë mirë detyrimet, ashtu edhe avantazhet. Pra ka shumë punë për bërë dhe në këto 100 ditë ne kemi patur një aktivitet shumë të gjerë dhe intensiv që ju e keni ndjekur dhe keni pasqyruar dhe unë për këtë ju falenderoj, si me vende anëtare të Bashkimit Evropian, me vendet që kanë presidencën e BE-s, me vende të rëndësishme që ndikojnë drejt për drejt në procesin ton të integrimit, dhe 2026 do jetë viti ku kjo mësymje diplomatike duhet të jetë më eficiente, më efikase. Plani për 27 vizita në 27 vende anëtare brenda këtyre 2 viteve është një projekt shumë ambicioz, i cili kërkon të gjithë angazhimin e kësaj trupe që është një shtyllë e funksionimit shtetit shqiptar dhe duhet pa diskutim të ngrihet në lartësinë e këtij misioni. Nëse s'ka pyetje tjera, unë ju falenderoj shumë, ditë të mbarë.